Përshëndetje miq, mirë se erdhët në Të jetosh besimin. Kam kënaqësinë që sot të nisim një udhtim tek shëmbëltyrat e Jezusit. Kam kaq kohë që dëshiroj që në meditimet e mëngjesit të flasim për shëmbëltyrat e Krishtit. Pra, sot unë do të flas pse Jezus ju foli njerëzve me shëmbëltyra. Referuar Mateu 13, vargjet 10 deri në vargun 18, kur dishepujt e Krishtit dëgjojnë që ai po flet për shëmbëltyrën e mbjellësit, vinte tek Jezusi dhe e pyesin duke i thënë: "Ore, pse ti flet me shëmbëltyra? Njerëzit nuk të kuptojnë." Pra ka mënyra për të folur që na informojnë. Dhe ka mënyra për të folur që zbulojnë çfarë? Zbulojnë zemrën, botën e brendshme të njeriut. Jezusi nuk erdhi thjesht të na jepte informacion mbi Zotin. Ai erdhi të na kthente tek Perëndia. Dhe për këtë arsye, ai shpesh nuk foli në mënyrë të drejtë për drejtë, por foli me shëmbëltyra në mënyrë që së pari të na zbulojë zemrën tonë. Pra dishepujt e tij vinë dhe e pyesin duke i thënë: "Pse po u flet njerëzve me shëmbëltyra?" Pyetja e tyre është edhe pyetja jonë. Pse jo qartë, pse jo shkurt, pse jo drejt për drejt? Përgjigjja e Jezusit është tronditse. Jo të gjithë ata që dëgjojnë janë gati të kuptojnë. Tek Mateu 13, Jezusi na zbulon se shëmbëltyrat nuk janë thjesht metoda pedagogjike, ato janë instrumente shpirtërore. Njëkohësisht zbulojnë, njëkohësisht fshehin, provojnë dhe thrasin. Le të ndalemi në 4 arsye kryesore pse Jezusi zgjedh të flas me shëmbëltyra me njerëzit. E para, shëmbëltyrat zbulojnë të vërtetën për ata që kanë një zemër të hapur. Tek vargu 11 tek Mateu 13, Jezusi tha: "Sepse juve ju është dhënë mundësia të njihni të fshetat e mbretërisë së qiejve." Pra është vërtet, jo të gjithë i kuptojnë shëmbëltyrat e Krishtit. Shëmbëltyrat nuk e bën të vërtetën më të errët, por zemrën e njeriut më të dukshme. Ai që kërkon gjen, ai që dëgjon me uri, ai do të kuptojë. Agustini i Hipos do të thoshte: "Zoti flet qartë, por vetëm për ata që janë gati të duan të vërtetën." Interesante, apo jo? Shëmbëtyra është si dritë. Për syrin e shëndosh, ajo ndriçon. Ndërsa për syrin e sëmur nga e keqja, verbon. E vërteta e dytë. Shëmbëtyrat fshehin të vërtetën nga zemrat e ngurta. Vargu 13 tek Mateu 13 thot: "Duke parë, ata nuk shohin dhe duke dëgjuar, nuk dëgjojnë, as nuk kuptojnë." Jezusi nuk u afshet të vërtetën njerëzve të pafajshëm, por atyre që kanë mbyllur veten. Problemi nuk është mungesa e informacionit, por rezistenca morale, kundërshtia e zemrës ndaj së vërtetës së Krishtit. Këtu përmbushet pikërisht profecia e Isais: "Zemra është bërë e pandjeshme, veshët janë rënduar, sytë tanë janë mbyllur." Kierkegaardi do të shkruante: "Problemi i njeriut nuk është se nuk e kupton të vërtetën, por se nuk dëshiron pasojat e saj." Shëmbëtyra mbron shenjtërinë së vërtetës nga ata që do ta përdornin pa u penduar. E vërteta e tretë, mbi shëmbëltyrat. Shëmbëltyrat kërkojnë përfshirje, angazhim, jo thjesht konsum. Një shëmbëltyr nuk të jepet për ta kaluar shpejt, por për ta përtypur me kujdes, për ta analizuar. Ajo kërkon vëmendje, mendim, reflektim, kërkon që ti të ndalesh. Jezusi nuk prodhon dëgjues pasiv, por dishepuj aktiv. Ai nuk pyet: "A e dëgjove?", por "A e kuptove?" dhe "A je i gatshëm të më ndjekësh?" Blaise Pascal thoshte: "E vërteta nuk hyn me forcë në mendje, ajo pritet nga zemra." Shëmbëtyrat të ftojnë të hysh brenda historisë së tyre dhe ta gjesh ti veten brenda tyre. Kush je ti? A je dishepulli besnik apo je mohuesi? A je njeriu që vjen tek Zoti dhe e adhuron, për ulesh përpara tij, apo je ai me zemër të mbyllur që largohesh? E vërteta e katërt na tregon që shëmbëtyrat thrasin në pendes dhe shërim. Vargu 15 tek Mateu kapitulli 13, Jezusi tha që njerëzit të kthehen dhe unë t'i shëroj. Për këtë arsye flas me shëmbëtyra. Pra qëllimi përfundimtar i Jezusit nuk është fshehja, por shërimi. Shëmbëtyra nuk është gjyq në vetvete, por ajo është një ftesë për të kthyer me gjithë zemër tek Zoti. Por kthimi kërkon për ulje.
Dhe për ulja fillon kur ne pranojmë që nuk shohim aq sa mendojmë, nuk dëgjojmë aq sa ne pretendojmë dhe nuk mund të kuptojmë Zotin pa hirin e tij. Prandaj Jezusi tha, lumë sytë tuaj që shohin dhe veshët tuaj që dëgjojnë. Pyetja sot nuk është pse Jezusi foli me shëmbulltyra, por çfarë lloj dëgjuesi jam unë? A jam dëgjues që kërkon konfirmim apo një ndjekës që kërkon transformim? Shëmbulltyra e mbjellësit, për cilin do flasim nesër në detaje, që Jezusi e shpjegoi më pas, na vendos përballë një pasqyre. Ku ne shohim, jo sa e mirë është fara, por çfarë toke jam unë. Ndaj miq, mezi pres që të vjojmë këtu udhtim tonin tek shëmbulltyrat e Krishtit për të mësuar të vërteta të jashtëzakonshme mbi jetën, botën, familjen, njeriu, gjithçka që na kap, na zërop së brendshmi, lakmi tona dhe si mund të çlirohemi, si mund të marrim shërimin. Mezi pres që të vjojmë këtu udhtim tonin, por sot do ta lëm këtu. Ju ftoj që t'i lutemi Zotit së bashku. Zoti i dashur, na jep sy që të shohim, vesh që të dëgjojmë dhe zemra që të mos ngurtësohen. Na ruaj nga dëgjimi pa bindje dhe nga njohuria pa pendes. Na bëj një tokë të mirë, jo një tokë thatë, jo një tokë me ferra apo të mbuluar nga gurët. Që fjala jote t'jap fryt në ne dhe t'jap shumë fryt. 30 fish, 60 fish, 100 fish. O Zot, bekoj burrat dhe gratë që janë në këtu udhtim së bashku me mua. Na udhëhiq dhe na drejto ti. Mbroj ata dhe familjet e tyre dhe bëj emrin tënd të madh ndër ta. Në emrin e Jezusit. Amen. Bekimet e Zotit mbi ju miq, me zipres në meditimin e ditës së nesërme të vjojmë udhtimin ton në të jetosh besimin, por përgjatë ditëve ndihmë tek shëmbulltyrat e Krishtit, një e nga një.